Unë diçka më shumë nuk kisha furë se nështë veç të preksha në robën edhe vendasit të në senda ushës. Faleminderit, Gabriel. Pajtohem edhe unë me ty. Unë se pari përshëndes që dhe gjusit, telefonusit, dhe e përkroj protestën, plësisht edhe kryeministrin Edi Rama, respekt për atë të burë, se me të vërtet ka bo një punë shumë të madhe, por aje ka bo se e din se ata janë të mojtë padresisht atje. Edhe ka bo për vllazën, për se e din ai fort mirë se na jem një. Ai mdoket e Rama e ka cek edhe kur ke edhe ndeshja, kur ke edhe sporti si ke si fitun Shqipëria dhe Kosova, e pat përmen edhe e pat postu edhe ato. Si tha, jemi një, tha. Nështë dikush e ka po ato. Po, që të thamë, këto ne e dim fort mirë se aty nuk është të dënu vetëm ata, po aty të dënu këto që këja. E këtë Kosova. Edhe ma të propagandën, ma të keqe organizat kriminale është u qujt. Po, kjo. Po. Kjo është aja. Edhe është përkeqari dhe se me të vërtet për dikan nuk ja kështë lek i liri. Dikush sot ma kështë desht të kesh policin e Serbisë aty Mitrovic ose në Prishtinë. Siç po shifet. Nuk ja ka vlerë për disa, unë për këqardhje. Po çfarë ndjenja kanë ata nuk di. Seriozisht është torp për ta. Ata mërmenja vendas që është e vanune kjo protest nga ana e qeverisë shqiptare. A do është edhe ma heret protestuhet edhe ngritet zërit gjithë popullor nga Shqipëria për shembull, me qenë se në Kosovë kohëve të fundit janë mundu që 2-3 herë me organizu pikërisht shoqata e dala nga lufta, se asnjëherë nga qeveria as nga këta pushtetit, por këta që me të vërtet kanë sakrifiku, kanë dhënë gjithçka për këtë liri. Çata mërmenja a është me vones pak, a do është edhe ma heret, apo do të qënë që thujnë anë këtë gjuhën e popullit, do të qënë pesh dhe do të shuhën edhe shtetet tjera, edhe gjykata, edhe këta dëshmitarët e rrajshëm, edhe këta të paftyrë që me të vërtet po shkojnë edhe po japin dëshmi të rrajshme. Shiqo, Lule Abedin, Kjo ndoshta është pak e vanune, mirë po kjo është edhe e caktune, se në Tiranë kjo do t'i jep, kjo ja qëtë kulmin, se në Tiranë është gjithçka. Këto e merr në sy edhe bota, ndryshe që me thonë, ndryshe e merr këtë punë si Tiranë, demonstratat ndryshe e merr në Prishtinë. Se në Prishtinë atë gjithë bota e din si në Prishtinë është se janë të Kosovës ta. Mirë po në Tiranë është qendra kryesore e shqiptarisë. Kjo tingëllon ndryshe. E ndoshta nuk është vanesë. Ndoshta është se tash i ka ardhur edhe fundi i aty në persona si po mbohen pa adresi atje, i ka ardhur fundi, nuk kanë s'ka kushta rënë mo atje. Mo veç ju në përfundua të rëna atje, ata dëshmitarët rreshëm që po shkojnë atje, që po qojnë gjona.
E besoj si ma mërmenja mu si kjo është edhe nështë edhe organizune tamam me ku. Mirë po, u dish nështë edhe ma herët, mirë po, besoj si kjo është organizune nështë edhe nga Kryeministja e Roma. Nga qeveria, nështë është tamam me ven. Ma mërmenja, dhe mendimi jam, vëtonë. Unë, para se të lexoj një koment dhe ka një pyetje një dëgjuese, unë do ta përshëndes Gazmend Ramën dhe do t'i uroj mirëseardhje. Përshëndetje Gazmend, mirë se erdhe. Nuk jam Gazmend Rama, jam Gazmend Bajrami. Më fal Gazmend Bajrami, më fal. Më fal për zot. Unë për datë më diko muzik të lava. Ju përshëndetin nga New Yorki. Gazmend kërkoj shumë falje. Ska dhe të mi, unë nga ka trubullu kërët. Loj, mi ke hup mesi, hani. Mundesh mua në ku të vishën prana. Okej, do të baj edhe një protestë. Dëgjusja jonë Sherife e Jupi Zeqiri ka bo një pyetje për panelist, ka thonë veç kam një pyetje për ju, pse nuk e bëri protesten mas zgjedhjeve Edi Rama? A keni ndonjë përgjigje? Që lule, po përgjigja në pika të shkurta. Urna. Spore përshëndet Gazmendin dhe mjesën e erdhë, unë mendova si në erdhë Gazmend Rama, thash po nak ne i ka sante. Mo, vendat po zote. Ati të zë nuk jashtoj shumë. Edi Rama asë një herë nuk e ka anashkalu Kosovën dhe asë krejët e ushtrisë gjimtare të Kosovës. Ju mundi me hinë dhe me shiku çdo herë që ka morë pjesë në Parlamentin Evropian dhe ku do që u shku, në çdo takim që ka morë pjesë me çdo kryeministër ose president të Evropës ose të Amerikës, gjithkohë në ki kur e ka përmend Kosovën dhe Hashim Thaqin dhe krejët e ushtrisë gjimtare të Kosovës. Paru, midis Beogradit ka përmend. Çdo herë i ka mbrojt si për Hag, si për çdo sen. Une, Edi Rama nuk muj me qu as Ramovic, e as nuk muj me qu bashkëpunues i Serbisë, e as njeri shqitun. Një njeri që e dën popullin shqiptar, njeri që i dën vlerat e popullit vet dhe i respekton dhe i përmend çdo herë, kur nuk mund më kone i përseni shqitën. Të lumt, faleminderit, pajtuna plotësisht, faleminderit shumë. Fjallën për Gazmendin, Gazmend edhe një herë të kërkoj shumë falje. Mikrofoni për ju, çka do të na thuash Gazmend? Ju përshëndes juve edhe panelistin dhe gjust të respektum. Kohën e kom tepër të limitume, lullës jam në vendin e punës, po përshëndetje. Nuk po di lullës po du me hinin në ato gjonat e konspiracionit, po mendimi jam personal është se Shqipëria ka pas mundësi të bëj ma shumë pak për këta burrat vllazërit tanë që janë në Hag, që nga fillimi kanë mujtë pak të ta bëjnë një rezolut në parlamentin e Shqipërisë, gjë që nuk e kanë bë, kanë mujtë me bë këtë protest një shumë kohë përpara, gjë që nuk ka ndodhur. Edhe shqiptarët ose vllazërit tanë në Maqedoni kanë mujtë me bë të njëjtën gjë, nuk e kanë bë. Po m'duket se këta djemt metën pak si vetën, sukur jetima. Edhe qeveria nuk ju dha ndihmë sa patë nevojë për ndihmës. Nuk po di mos ka marrë erë diku Edi Rama se ka me ndodhë një befasi e çuditshme edhe jo e çuditshme për neve, se është e mirësehone për neve lirimi i tyre, po ka marrë ke Edi Rama mi morë pak edhe meritat, që aty këtu ndonjëherë edhe i merr meritat se nuk i ka ndaku. Nuk po du me hinë ato gjonët konspirative, thashë, nuk po du me qujtë Ramovic, se nuk o Ramovic, po është Edi Rama, o shqiptar, sukur gjithë na, po besoj se Shqipëria ka pas mundësi, bëj ma shumë,
e si sa tash pak është me vonesë kjo demonstrat, është e mirë se orë ma mirë vonë se sa kur, po sinqerisht thëmë Lule se Parlamenti i Shqipërisë ka mujtë me bo një rezolut, edhe Shqipëria e din se ka ucën në Shkombët e Bashkuara ka mujtë me bo diçka më shumë për shlyerimtarësin. Faleminderit Lule, kërkoj falje se Shumë e vërtet. Ju përshëndes gjithëve, e përshëndes Vilson Pranën, shokin tim. Ju përshëndes Lule, shumë faleminderit. Faleminderit shumë gazmend, respekt, punë pa lodhje e respekt pa fund nga una jonë. Ju Faleminderit. përshëndes. Çdo mirë, bye. Respekt, natën e mirë. Bravo, Lule, respekt, pikërisht vajte una. Po, mundem vetëm pak. Unë e përshëndes Gazmendin. Edhe unë e përshëndes. Spore, qëre, kur shkajsh ti me një vode ose me një aheng, pa morë parasysh. Ose në shumë gjona tjera, besa. A duhet me prima spor lëzit i shpis. Edhe për me dalë me morë vodhen. Duhet me dalë pak i shpis, tani me dalë musafir, po? Ose rejti ma i gjonë. Shumë e vërtet është, shumë e vërtet është. E zëti shpis tuën, as një herë nuk e përmeni dhe nuk murë kur gjo. Kur fa organizimi zboni për këtë punë. Po edhe mos të... Edhe besa bes. Abedin veç pak. Po edhe mos me pri. Po pse nuk organizoj? Që kjo problemi? Jo po, besa bes kopi grupi ti, që kanë quë dëshmi për mu dënu ata, se ju me protestu kontra se pune. Unë thash. Po kanë munu me shpi kërrena e me bo dëshmit false për mu dënu sirimtar të në hogë. Po, pikërisht a ka qenë ministrja e punëve t'jashme që ka thënë kam qut dosje pikërisht aja vetë personalisht. Ashtë se sot është në qeverin dhe tyre, për thamë. O më nuk më lo tani masanena Lule. Më fala Abedin që po të fej. Jo, Po, lojo sa esponire. dush, atë ju ndalë për gjuj sajt, e lojo sa Po, dush, po. normal, Po. normal, Aja vetë Edhe ka thonë, çdo herë- vetë dol haptas ka thonë. po. Edhe çdo herë janë qujt kriminal ushtria shqiptare të Kosovës, është inqizimi i Albulin Haxhiut. Bravo. U qujt kriminal nga krejt deputet që i ka pos përveç Recep Selimit, krejt tjerët e kanë qujt ushtrin shqiptare të Kosovës kriminala hajna. Hajnat në borg dishin bërteqin. Shumë e vërtet. E na nuk mujna me bo me gesht as Shqipëria është shteti juni, në në për veti mas porit, ku të më veti kush, tham jam shqiptar. Më pas tham jam që nga Kosova. Po jam shqiptar. E Shqipëria o veni juni. Amo, mas porit është na me bo diçka për ata, pastaj me vazhdu Shqipëria, me vazhdu shqiptarët në Maqedonije, në Malëzije, besa bes, unë e di si nuk mund dhe nuk kanë mundësi as presheve me dvegje bëjanës, se edhe këta ishin që në kamë për testu. Ata kanë tjetër situatë, është me të vërtet normal. E kina edhe i sakon se ka dëshiru tjetë në panel me juve dhe unë me knaci e pranova. Përshëndetje edhe në herë Isak. Përshëndetje për ju dhe për panelist, por me të thonë drejtën s'mund ta mudoru pa u kyç edhe herë. No, nuk ka problem, absolut. Përshëndetje më mama. Përshëndetje për ju i nderuar. Një më me sak mirë të erdhe. Mirë se ju gjeta i nderuar. Isak, po qa që ki emocione, por heq emocionet edhe vazhda. Mikrofoni për ju. Po s'po ta se më ndërprej ata nderuar. Po veç një fjalë desha me ful. Urna. Edhe hiç më gati ju. E një jeva këta nderuar që e përmendën zëtin e shtëpisë. Po. Që the nderuar me tha me hinj me prin volle. E mendimi jam unë është gabim me kom, po ma merr mendja mua që 20 shtëpi s'ke më nderuar. Po pikërisht për ata që i ka dhone. 20 shtëpi s'ke me ata që i ka rrethit, kretën kundërshtorët aty në që i kem atje i nderuar. E pjatinia që është kundërtia të mira nuk pret piti. Apo une. Shumë e vërtet, një shtëpi pa Mendimi jam, unë është gabim me kom, po mendimi jam. Edhe unë jam i pajtimit për atë punë.
Na vlloje, na letje tima, na jem pas 10 shtëpije. Po i sholla na kthehen më shpejt, se tani kem 10 shtëpisë atje. I sholla na vin shpejt këtu. Unë thash, Isak më fal. Unë thash, për kjo liri për dikan i shkon gabim, për dikan i shkon ndoshta dënim. Dikush është përkequr dhe dikush s'kish pas shef ndoshta me pas këtë liri. O, nderu, dikush ko qef, sa ba vend që mi thonë mirë me gjes, mi thonë rësh. Të s'pa mujnë me thull ashtu. Mi thënë të brojutra valla thuj. Sa ma qef gjuaj e nderume. Ja valla e thuj shlirë se qashtu do kanë qef. E ju ka pris trofëllogja atyne. Po thamte, Po pashallohen edhe unë vetë me shëndet që jam mirë. Po gatu të mu duken, të më rrinë nesër atje. inshallah Gato. më mirë. Gatu të mu duk. Inshallah mas po e kishin ditin edhe inshallah më rrinë mirë, e kaloni sa më mirë. I sholla bashkë. A Se bedem? ju penguva, ju kërkoj folje. Jo, diçka Jo, se nuk ha. na pengova sa. Ishte kënaqësi që ishin në mesin tonë. Shumë Se vërtet. njeva një që aty shkruj që Ramoveqa, si shë shkruj që. Po, A Ramoveq vola kinjon vetë. Ja, Isak, unë nuk kisha thonë, unë e qëre, njerëzit mujnë me shkru gjithçka. Në kohët sotit, Dhe të njërë morë, bre. tham, në kohët sotit po bojnë gjithçka njerëzit. Dhe unë për vete nuk ju përgjigj në asnjë mënyrë disa persona. E atë e ki shumë me men. E ka se cili e ka një menim të vetë, nashta edhe për neve thujnë si jem gabim. Dikush tjetër thot. valla ja pëtën, ka herë nuk po muj pa ju shkru. E pa më kërë shpinë, edhe një ndërum. Se jo borë Amo, A? si tha edhe Cindha Ushë, në tham drejten mu mas shumë të mdhimin ata njerëz që janë vrarë në luftë, se s'kishin pas në duket për kanë më vrarë. Po që është shumë. Edhe umdhimet të çdo njerëz e shtirintorit dhe çdo mund që e kanë bon për popullin tonë, se s'kishin pas në duket për kanë me bon. Ç'është, shumë vërtet. O, nevoj ndërum. Mi da joki, në bjen viti. Se pas prej në keq. Se mirë e ka thonë që s'kishëm posë për kënë. Tek të dje kem një, se të në bu së kur ato grau të kësia që kanë thonë të nërë se pas prej në keq. Një anë, dy bashkë kur së në bo. Ma në koptu ta, që i shuaj në përqohëm. Nuk jetuat me tu gjithë. Valla nuk jetohet se përbes dy polic u enshin pes këndëroj, u enshin shkëshin ndeviq atje, ku kina në atë ndeviqin atje, E di mirë kuma. pasha zotën nuk ishin kush, nuk di ke kush, as ku di ke kush me një zonë me thonë një diçka ti tham ose as ku dishin, unë shefshin si mos me kokë kush në për rrugë. Pasha zute ma ndëruna që të në Kijevi kana posë. Ai, Po i pasha zute në shkuat zguzej shumë me shkumër e për tyne. po de? E se dir në krysht Kijevës flenë mi disa soli. Sa të remen e këna ongën pe ati devici, pe aty në shkina o atje, Rezole, Laushe, Anena, na kanë mytë për ta. Mirë. E ti së unë të qushko ti aty, vici nërë, që shli shko flenë që të mushkosh. E du të mja ditë vlerën, bre, du të mja ditë vlerën kësa i lirije. Po, si jem kërka. Nuk di po si jem kërka, nuk jem kërkon, nuk jem seriozisht, nuk jem si po thot Ulja ka herë u ki qane kesta bjen u kun edhe na. Po. Edhe na. Qasi qenë që ti jem bëllë. Edhe na ruju pejtonit se seriozisht se vallaj është përkeqësor dhe është marri është. Ju kërkaj fulle që ju përnguva, se unë kuadru pak ma e rrët, dhe lulla kesh i pore, thasaj lulla i sholla që ka morë. Po, Faleminderit e sakë, unë thamë da kërë telefonishti nga shkanë marrë neve. i sholla. Isak, Ju njeva kër e përmenë zëtën e shpijës, e zëtë shpijës s'kem vlovë jam. Isak, unë
Unë e di se ti e kon ushtar në luftë. Ja, të unë na kau. Të unë na më nuk më bëjë shka. Edhe krizmat e parë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kur kanë krizë, nuk kanë krizë për më boni Kosovë e një personit. Shumë e Ose për më boni përqarje mes shqiptarëve. Ose me dhe mena popullit tonë. Por krizmat e para që kanë krizë për më boni, për më shliru Kosova një herë për gjithmonë, edhe më bo bashkimi me Shqipërinë. Ajo më vërtet. E na sot nuk flasëm me Shqipërinë hiç. I kem raportet e Që ngrina. dy anshme. Valla nga ka pat na min daro. Unë në Shqipëni që më konkur. Pa të thëmë sincerisht, për fat ka desh zoti, ma ka ru gjyshi pushën, e ma ka ru baba, edhe e kom bojt vetë gjatë lufte. Dhe ma unë që të breza. Se në është tanë s'kish punu trupi, për vullneti, bon që s'ka s'kish punu trupi më shku në Shqipëri edhe më këthy. Po, kër më ka dhu mundësia më shku mas lufte në Shqipëri, shoqota që i ke veteran të luftës. Në është ta gabim me kom i shku e mdolla, ne i ku finni për herë por, ori për mu ka duk diçka maj mirë. Që një jetem se ku me ndu që mje puna me dolla ne i lirë. Dhe se të shkën ti e unë e thonë kur dujna. E mes me a dit vlerën, vëlloj të në Allah i ko më në vrau. Pikërisht Na ka Aveden është që kja qeveri në detyrë që ka bo përqarje edhe në Lirida, te edhen fort mirë. Në gjithë konë. Po sa kun qeveri e zëurit. Qëre, në Macedoni, gjua Shqipe ke bon gjuhë zërtare. Ndërsa që ky kryeministri ju në që pedujnë ta, që pëthujnë ta boba i disove se jemi s'ko më konë kërë. Allah, as jemi, as boba, as kryeministri jemi ju. E shka i tha, gjuhë zërtare në Macedoni, tha gjua Shqipe s'ko në kërë. Edhe nuk është Edhe ma. me një herë. Nuk është ma. Edhe nuk konë. Edhe së dhe dit nuk konë bo. Peja se i peja ti fjalimi citi na kryeministrit. E së dhe dit i kanë hek, dhe më honë Macedoni mo nuk shun as një fjallë gjuhë Shqipe, as një tabull në rrugë, nuk e kiti si ki me shku për shkop në gjuhë Shqipe, as një... Jo, as në dokumenta nuk është, as kërkon ma. është të vërtet. Dhe mo nuk konë zërtare kjo gjë. Jo. Unë e pa që dhina me dhe njerës, që biqisin që të në telefon tem, po kur dhinë temin dhinë edhe në tjujt. Shkujnë ma qesin, ashim thoqin, edhe albin kotin e shkrujnë aty që dhe kanë kontribu ma shumë. Qysh nuk u vje morë aty në njerëzve, unë i thëmë asë, që shpive vje morë këtë pyjtje me bukë ka shtë keqe. O, zotnin mas ma logarit, lonin me ma qërë. Po nuk e di. Aty në shka shkru kështu a me thonë shqiptur, s'pa di shka me thonë. Zotë e boftë mirë, inshallah i sak nestra shkan mirë, inshallah edhe me shëndetje mirë, inshallah kaluse. Çka me thonë të shka, inshallah Zotë ju një manë edhe gjitha ta që shkujnë, Zotë ju një manë sa ma shumë me shku, sa ma shumë me përkrash lirim të ortanë se e javlinë. Kur aty nuk ju ka dhim të ju kanë gjendje me dhanë edhe jetën, na bilit pakten një përkrahje ku na duhet edhe të shkojmë edhe t'jem. Lavdi për jetë e matë për ata që s'janë mesin të unë, e respekt për gjithë ju që keni kontribu për këtë liri. Unë që m'jep zëvët të ju një mërë me emër të Allahut nesra jam atje. Po, unë kam dy këtë gati në sabah. S'pas keme flajtë sa në të isak gjithatën. Edhe për thëmë tjetër, i falenderoj shumë njerë si njëva, ka bisedur me ty, që më përmenen edhe mu, edhe i posh njerës tjerë që edhe kanë shkru, i falenderoj, e që mund më orë, bravo i quftë, e që s'mund se kodi kush që e më orë, po s'osh mundësia, s'osh shëndeti. është knajsi se unë vetim kon hak, është knajsi nëse gjona atë të bime është knajsi me morë pjesë. Seriozisht, edhe unë dejmë shku në hakë, unë i kom pas 3 orë për këtë ujtë, po dejmë shku në hakë, mu ka do kësë sa, dhe qysh, dhe dejmë rina. S'mu ka prit. E s'mu ka prit. Normal.
Unë më shku me 3 djemë më shku atje. A më Vetëm dhe një mua. e, Se bërë që ke bëjnë ndërum. po. E vërtet, se E ju kërkaj fule që ju penguva. jo s'ka gjë Jo, s'ka se ke penguar, vesh e kënaqësi. Nuk ka Po, gjë. Kështu që notën e mirë e respekt për gjithë e shëndet. natën e mirë, Faleminderit. Notën e inshallah mirë, shkeni sa mirë. shumë faleminderit. Lullet kërkaj fule, apet për të thamë. Mos kërka falje, faleminderit shumë që ishe, inshallah në istra kaleni sa ma mirë, shërim sa ma shpejt edhe ty. Hajde notën e mirë. Natën e mirë. Edhe na Atëherë- muna mjalo rallën dikuj tjetër, më kyç. Lule, abiden edhe une ju përshëndes edhe tham, inshallah zoti e ba, hajre se seriozisht na ka quë mira pesh. Dhe kur do më nal nuk di. Faleminderit shumë vendas se nda ushat, falenderoj shumë për telefonatën, për bashkëbisedën, të roj arktim të mirë dhe gjë mirave tjera. Faleminderit, natën e mirë, abiden natën e mirë Lule. Shumë faleminderit, se natën e mirë, respekt. Tonë. Atëherë, Duhet tash- mikrofoni Unë ty, isha i pari Abedin. dhe Edhe i mromi. edhe i mram. me qëllim të lash mromin ty, pe din pse. Unë i përshëndes të gjithë, shqiptarët kudo që janë, e inshallah më rrezet e presë më di që t'jemi gjithë shqiptarët e bashkuar. Dhe të kemi vetëm një kryeminist dhe vetëm një president, të kemi vetëm një qeveri dhe vetëm një shqiptari. Faleminderit, amin inshallah vendas, amin inshallah të lumt goja. Vendas, a ji për një kongë sa unë të ajo? Unë më me kënu një kongë se kam ku edhe pak, se tani po më vjekes ma zlajtë se kemë moroj në sisuj, Të kuptoj. por Nëse- mos jenë bu... Nëse nuk dëshiron edhe me të Vet- vërtetë nuk detyroj Mos asnjëherë, t'ju mo- kuptoj se vetë Vetë më jeta t'ju ja. morëm ku juve, më t'ju Ja, votë. ja, s'ka gjë, është edhe herët, është 21-20 minuta, ende kemi ku, nëse dëshiron pse jetë shkuj me i kongë, nëse ju si të duash. Hajde shkojna me një të këshyrëm qysh delet e. Hajde shkojna, mikrofoni për ju. Ej, zoti ma te komishim o falin e Kosov luftava u kall o me drenic aty o pik spari zog zloni ademia shari leta din Londra e Moskova nuk dorëzohet kur për jet Kosova Falja Parisit, e t'falja Berlinit, je mushtar, o të muj Krasnicit, falja Parisit, pluma Beogradit, je mushtar, te Adem Jasharit. Majnana Kosovare, e ju djem që fleni animale, o me na fal, për vujit e tuja, se Kosova është e juja, le ta din, Londra e Moskova nuk dorëzohet, kur për jet Kosova, falja Parisit, e t'falja Brokselit, je mushtar, te kadri veselit, falja Parisit, pluma Beogradit, je mushtar, o te Hashim Thaqit. Ej, maj Serbi, o me zemer djalli, kur sunin gopen gjak shqiptari, o me na njëtë si shtrigen djare, kjo ushtria çlirimtare, le ta din, Londra e Moskova nuk dorëzohet, kur për jet Kosova, falja Parisit, e t'falja Brukselit, je mushtar, te kadri veselit, falja Parisit, pluma Beogradit, je mushtar,
Po të hashim faqit. T'lumt vendas, respekt pa fund e knaf gjithmonë. Shumë faleminderit vendase për ty, respekt për dëgjuesit, respekt për gjithë ata që na dëgjojnë dhe komentojnë. E mirë dëgjosh në misione tjera, Zoti rujt ku do të qeni. Faleminderit shumë vendas, natën e mirë, gjithë mirat do t'i trujtet bekoft edhe ti me familje. Respekt pa fund, natën e mirë. Natën e mirë, respekt juve. Pra, të dashur dëgjuese, kishëm edhe vendasin Abedin Berisha Drenica, po ashtu ishe në panele edhe Cenda Usha, Gazmend Bajrami dhe Isak Kastrati, ku i përshëndes edhe njëherë dhe i falenderoj të gjithë, emër për emër. E një përshëndetje shkon edhe për të gjithë ju që jeni duke na shkruajtur këto në live stream, po ashtu i përshëndese edhe këta që nuk përshkrujnë, edhe këta para perdev, edhe këta mas perdev, të gjithë janë të përshëndetur emën për emën. Unë të shkoj me një pikë muzikore, ju përshëndes të gjithëve dhe kthehemi pas pak, do të jemi deri në orën 22 së bashku. Se keni vizitu për Kosovë me për vend juve. Lirin e atë dheut me gjake kem fitu, djemt ma të mirë të kombit për të ka luftu. Sa shumë familje, gra e fmi janë shu, amanet ndër brezat gjithmon me nderu. Vlerësosh lirimtarin, ti o vlau jem, plagat që kanë trup, koma po i dhem. Plagët e liris të luftëtarve, për her do të mbesin krenari kontare. Shqiptari vërtet i nderon çlirimtar, rnoftu që këja, rnofshin shqiptar. Rnoftu që këja, rnofshin shqiptar, rnofshin shqiptar. Jente u që kës janë durata e Zotit, brezima i fort, qysh prej kastriotit, luftëtar me shpirt, çlirimtar me zemër, rënjet i kanë qatë, liria ka prap me fillu, këta dje me din mirë kur s'kan me u frigu, se për zotat dheut në gjdo kohë kan me i dal, s'ka fuqi armike besa që i ndal. Në loke e shkreta në vend se me u krenu, thot me u pas vra dhe ky që m'ka shpëtu. Luftuan për liri, por t'harruar kanë betur, për ty flitet mirë, veç kur je i vdekur. Shqiptari vërtet i nderon çlirimtar, rnoftu që këja, rnofshin shqiptar. Rnoftu që këja, rnofshin shqiptar, rnofshin shqiptar. Jente u që kës janë durata e Zotit, brezima i... Do t'i nali tinguj të kësaj këngë për ta pranu edhe një telefonat. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe lumturie. Si jeni, si po kaloni? Mirë, faleminderit, mirë jemi, mirë po kalojmë, shpresoj se edhe ti je mirë dhe po kalon mirë me neve. Pa tjetër, shumë mirë kalojmë. Kalojmë mbrëmje të bukura, me këngë të bukura në mesin e gjithë dëgjuesve tonë.
edhe me temat bukura që me të vërtet duhen t'i flasim në mesin tonë, sepse janë tema që na vlejnë për jetën që kemi bërë edhe që po bëjmë, po shkojmë përpara. Edhe sonde kjo tema shumë e bukur për nesër që bashkohen gjithë vlezër e motra atje në Tiranë për të dhënë një zë për çlirimtarët e Kosovës, sepse e meritojnë, mbajnë atje mbyllur të padrejtë. Me këtë gjë që po bëjnë ato është diçka shumë e padrejtë, sepse mohohet gjithë gjaku që kanë dhënë dëshmorët. Tash i kam i çik emocione sepse e ndjej me të vërtet nga mrena sinqerisht. Desha të them se që inshallah nesër bashkohen gjithë dhe shkon shumë mirë atje në sheshin Skënderbej, edhe mbas këtij bashkimit dëshira ime është që ata të shkojnë në përshpjet e veta dhe të kënaqen në vendin e vet, edhe të jenë atje ku e meritojnë. Jo atje ku disa i hedhin balt për t'ja mohuar atë që kanë dhënë djersën, që nuk janë trem përpara plumbit, edhe gjithë vështirësitë që kanë bërë atje në luftë. Sepse dihet, ne Brezion e dim shumë mirë, se si kanë luftu edhe si është vrarë populli kosovar nga armiku serb, i dim të gjitha, kështu që edhe ata se kemi shumë që nuk desha ta them këtë, po do ta them sepse vritem shumë kur dëgjoj disa që ja mohojnë, edhe janë edhe bashk adetar, edhe ja mohojnë ato që kanë dhënë këto luftëtarë në Kosovë, sepse këto që e mohojnë, unë them që nuk janë njerëz tamam me gjak shqiptari. Janë gjak prishër, janë ata njerëz që duan të hedhin balt në luftën e Kosovës, sepse lufta e Kosovës nuk ishte vetëm, si ta them, një luftë që ishte me të vërtet gjaku edhe djersa e adetarëve atje, edhe ato duhet ta mbrojnë me çdo kusht, jo të hedhin balt për luftëtarët e Kosovës. Pikërisht populli kosovar e ka mbrojt, si thojnë ana pragun e shtëpisë, nuk ka qenë agresori, por ka qenë pikërisht viktima. Viktima, ashtu. Ato erdhën e sulmuan atë popullin ton aty, edhe çfarë kanë heq populli kosovar me i kujtu ato filmimet që ne s'kemi parë gjë me sy, po filmimet të rrëshethet mishit dhe tani. E jo më që ta mohosh gjakun e tyre. Nuk, për mendimin tim është shumë gabim që shumë shpejt këta njerëz janë ftofë. Nuk e di sepse, por inshallah Zoti do t'i çojë ata luftëtarë që janë atje në shtëpiat e veta sa më shpejt. Edhe mbas këtij mitingut të madh që mbahet për këto, inshallah ne vëllezër e motra gjithë siç jemi pa pyetur këta që na ulëqin sot, si nga ju dhe si nga ne, të dy, do me thanë që nuk ata mundohen vetëm për karriket e veta, asnjëri nga këto nuk është për popullin, që të shofi drejtësinë e popullit. Edhe inshallah mbas këtij mitingut mblidhemi për bashkimin ton. Dun s'dun ato ne të jemi bashkë edhe bëhet një Shqipëri e një Kosovë bashkë. Pa Shqipëri s'ka Kosovë, pa Kosovë s'ka Shqipëri. Jemi një të pandar. Kështu që të lumt, shpresoj dhash Zoti që të ndodh edhe kjo, por të paktën edhe si dy shtete, por të paktën të jetë një bashkëpunim dhe një mirëkuptim, kur dihet se të gjithë jemi një gjak, një kamp dhe vëllezër dhe motra. Por për fat keq që me të vërtet i kanë keq përdor këtu. Personalisht për interesa të veta personale, sidomos këta që kanë qenë pushtet dihet.
Që kam pas dorë, na si popull nuk kena mujt me bo, ndoshta shumë, por më të vërtetë qeveritarët kanë mujt çdo herë të paktën ta ngritin zonën edhe t'jenë të bashkuar. Mos të ketë përçarje. Po këto qeveritarët tanë, në falë se të ashtu, po këto mundohen vetëm për karriket e veta, edhe pse nuk kanë sukses, vetë të mundohen për të mbajtur postin e vetë. Por unë jam mi qik shu, si thuq, që si ka mundësi që një njeri shahet edhe nuk i jep aq sa duhet për vendin e vetë, don akoma 3 aty. Po ik lëroj rrugën, se nuk është e përjetshme e jotja, të vi një tjetër. Nuk e di se si mendojnë të gjëra. Korrika e buta është e lumturi, knoqen. Po. Po jo, nuk duhet shohim interesin e karrikës ku është shula i vetë. Edhe leku është i majshëm. Po pikrisht pra për këtë, por njeriu një seder e ka, një faqe e ka. Ik lëro rrugën kur nuk je i denj për atë punë. Por nuk e di tani. Po ndryshon çdo gjë, po inshallah Zot. I lutemi Zotit që lumturia do të ta bëni pyetje, kërkoj falje, ajo është personale, ndashëm përgjigju ndash ju, nga tek imi e nderuar. Unë jam Dursake. Dursake, respekt për ty dhe Dursin. Atëherë, me qenë se pikërisht e je nga Shqipëria, çka ta mërmenja, a ka bo edhe qeveritë e Shqipërisë, a kanë bo boll për shlimtarë tanë dhe ashtë e vanune pak ky miting që shqytet e apo kjo protest që nesër do të mbahet pikërisht në sheshin Skënderbej në Tiranë. Tash ti luftëtarët kanë atje u bën 4 vite 5 vite. Kjo është edhe nga zëri që u ngrit, ka 2 vite që po diskutohet i çik me zot lart ky muhabet. Se 3 vitet e para as nuk janë ndier asnjëri. Kaq di unë, nuk e di më shumë, unë flas për aq sa di unë. Edhe tani duhet, si thuhet, kur një gjë në familje nuk shkon mirë, duhet i zoti shtëpisë të ngrihet i pari, besoj, them unë. Edhe këto kanë pas gjithmonë, këto familjet tona, ato kryetarët, baballarët janë shumë të ndarë njëri me tjetrin. Kush i bjen gozhës e kush i bjen patkojt, i themi në një fjale, edhe nuk bin dakord as njëri me tjetrin se duan të jetë kush më i lartë njëri se tjetri. Por me këto raste nuk duhet shofësh se je ti më i mirë apo jam unë më i mirë, duhet të ishin bërë këto muhabete më përpara, duhet të kishin mrapa më përpara këtyre gjërave, edhe e mira ishte të bënte mitingu më i madh në sheshin e përpara, them unë, në Prishtinë. Pastaj edhe në Tiranë diskutohet, po janë me vonesë, janë këtë drejtë, sepse u bën 5 vite. Ky është mendimi im, nuk e di. Unë të falenderoj, mendim shumë i qartë, çdo kush e jep mendimin e vet, ne po mundohem që nga ju të marrëm mendimin e juj dhe si mendoni ju si dëgjues të radios dhe si qytetar, pa marrë parasysh a jemi ne të Kosovës apo Shqipërisë, të gjithë jemi shqiptar. Dhe me të vërtetë ja vlen të paktën të përkrohem njëri tjetrin dhe mos të kemi përçarje kurrë asnjëherë, se boll ka qenë populli kumbi shqiptar i përçan, i masakron, i dhunon, i pren, i grin, i shpërndar në disa shtete, kështu që bile të paktën tash tutje të vedisohen dhe të bashkohen e të ngrisin zonën kundër padrejtisë. Po, dhe vërtet është, duhet, tani jemi në demokraci, edhe duhet i shfrytëzojmë këto gjëra, duhet jemi bashk, edhe pse jo mos të ngrihen për një gjë që duhet për ato luftëtarë që janë atje. Inshallah, zonja Lule, nesër shkojnë marrë mirë, edhe Zoti i ndihmon ato që janë atje. Dalin dhe ato në dritë, si thuhet.
Unë për të familjet e falenderoj veta. edhe të bashkangjitem kësaj lutje tonë dhe Zoti që sa më parë edhe ata të lirohen, të bashkohen me familjarët e tyre edhe me popullin shqiptar, po ashtu edhe dita e nesërme të kaloj sa ma qetë dhe çdo gjë të shkojë në rregull. Lumturie, unë të falenderoj nga zemra, është kënaqësi e imja që na telefonon dhe ta dëgjoj zorin, respekt pafund. Zoti trujtë të bekoft me familjen tënde, e shpresoj që në emisionet e radhës të jesh prapë bashkë me neve. Faleminderit shumë, do mundohemi të jemi bashkë gjithmonë, edhe ju falenderoj për këtë zërin që ngrini, për gjithë këto çështje, edhe dëgjuesit më përpara që folën, edhe ato i falenderoj se folën drejt, edhe kështu që ju uroj një natë të bukur, edhe miru dëgjofshim. Natën e mirë, gjithë mirat, respekt pafund e dëgjojmë tonë. Natën e mirë. Natën. Pra të dashur dëgjues, e kishëm edhe zonjën Lumturia, ku e falenderoj me të vërtetë kënaqësi të kemi në mesin ton. Edhe njëherë, unë ju përshëndes të gjithëve emër për emër, ora ka shku 21:59 minuta. Pra veç që jemi që për orës 19, më duket jam hi, po krejt valla për orës 19, dhe më thonë që 3 orë jemi se bashko. Unë këto do të përmbyllë misionin, me qenë se jemi që 3 orë, por unë do të shkoj me disa pika muzikore, me disa këngë patriotike, ku edhe njëherë i përshëndes të gjithë nga zemra, gjithë ata që morën pjesë në këtë emision të natës, gjithë ata që na telefonuan dhe dhanë mendimin e tyre rreth kësaj teme, ku e falenderoj nga zemra edhe Isa Kastratën që ishte telefonuesi i parë dhe e hapun pikërisht me Isakun këtë temë, ku Isakut i dëshiroj gjithë mirat e botës, të ketë shëndetin dhe nesrat e kaloj sa më bukur, pra në protestën e organizuar pikërisht nga qeveria shqiptare. Po ashtu i përshëndes gjithë të pranishmit që ishin në komente, që shkrujten edhe rreth teme, po edhe qasu pajtun, edhe qa pajtun, të gjithë janë të përshëndeturën nga unë, moderatorja juaj dhe pronarja Radio Zërit e Lirë, Luli Shabani dhe stafi i Radio Zërit e Lirë. Kështu që këtu po ndahëm duke shpresu që do t'jemi prap në emisionet e radhës në ditët në vazhdim, duke juruar të gjithë atyre nesra që shkojnë për Shqipëri në protestën organizuar rrugë të mbar, Zoti i bekoft me familjet e tyre, po ashtu një lutje edhe për shlirimtarët tanë që sa më parë të dalin në liri dhe të jenë pranë më të dashurve të tyre. Këto ju tham natën e mirë, gjumë tamel, gjumë qetë, mirë beqe dhe miru dhe gjofshëm në emisionet tona të radhës.